Viti 2025 ishte një vit në të cilin qytetarë shqiptarë u vodhen më shumë se kur në 35 vite, më shumë se kur në tërë ekzistencën e tyre. Kështu e përmlodhi vitin që po lëm pas Sali Berisha në konferencën e fundit me gazetarët. Duke folur për jetën parlamentare, kryedemokrati tha se kryeministri Edi Rama ngushtoi hapësirën e opozitës në parlament. Edi Rama hoqi çdo maskë. Blokoi çdo hapësirë në parlament për opozitën shqiptare. Dëshmoj se pasardhësi si dej i xhelatëve të regjimit komunist është i gatshëm të zbatojë në këtë vend pik për pik ato platforma të cilat zhduken nga Shqipëria opozitën. Duke numëruar një sër aferash korruptive, ku dyshohet të jenë përfshirë zyrtarë të lartë, Berisha tha se dosja e Akshit qëndron në krye. Afera e Akshit është afera më multidimensionale që ka shpërthyer ndonjëherë. Teksa kreu i qeverisë kishte mohuar dorëheqjen pak minuta më herët në një tjetër konferencë, Sali Berisha ju përgjigji në këtë mënyrë. Ky ishte sfida që u bën shqiptarëve, dorëheqja ishte një opsion, por ai s'pranon dorëheqjen, shqiptarët do ta heqin. Shqiptarët do ta heqin, nuk do pranojnë kurrë më një hajdut si ai kryeministër. Kur u pyet se cilat janë premtimet e Sali Berishës për qytetarët shqiptar për vitin 2026, lideri demokrat numëroi 3. Rrëzimin e këtij regjimi, qeverinë teknike zgjedhje të reja.